ne mund të ishim të mundur për të afruar tek Ati. Asnjëri prej nesh nuk mund të afrohet tek Ati vetëm nëpërmjet Mesias Krishtit. Dhe ai ndërmjetëson në të djathtën e tij. Për çfarë ndërmjetëson, vëlla motër? Ndërmjetëson për mëkatet tona që ti dhe unë kemi shkelur. Dhe mund të shkelim, po jo me dashje, jo me vedije si sot i këshillojnë vëllezër motrave. Kjo është mëkat. Të shkelësh sabatin është mëkat. Të punosh në ditë është mëkat. Të shkelësh festat e tia biblike, të mos i mbash festat e tia është mëkat. Detali më së ndaj. Po ja ishin disa ligje ceremoniale, disa morale, disa civile, ndarjet e njeriut. Ligji i Atit është moral i gjithi. Nuk ka një tempull, hiqe nga mendja për momentin, vëlla motër. Ishin ligje të dhënë për tempullin. Ishin në këtë rast për levitët, për kryepriftin, dhe janë gjëra të caktuara që i takonin tempullit. Janë shumë urdhërime që i takojnë një mbreti. Ti je mbret, je qeveritar, je kryeminist apo president? Jo, jo të tërë janë. Ti je një motër që po më dëgjon, janë urdhërime të caktuara që Ati ka vendosur për ty. Ka urdhërime që janë për meshkujt. Ka urdhërime që janë për tokën. Kemi tokë të tërë, jo, nuk kemi të tërë tokë që ta punojmë. Këto janë disa aspekte që neve shikojmë dhe gërmojmë, cilat më përkasin mua tani që unë t'i mbaj. Tani, më thuaj vëlla motër, shkruhet gjë që ne nuk duhet të blasfemojmë emrin e Atit në dhjatën e re. Ka ndonjë urdhërim të tillë të caktuar? Jo, nuk ka ndonjë urdhërim të caktuar në dhjatën e re. Atëre me që nuk qenë ka shkruar në dhjatën e re, atëre duhet të blasfemojmë emrin e Atit. Me qenë se shumë prej urdhërimeve nuk janë shkruar në dhjatën e re, ne masandaj duhet ja shkalojmë të mos i bëjmë këto gjëra. Duhet të ndjekim rrugën e kombeve sepse nuk janë shkruar në dhjatën e re. Janë shkruar në ligjin e Tij të përsosur. Që neve shikojmë dhe marrim karakterin e Atit, çfarë ai dëshiron me popullin e Tij që ne të zbatojmë.